10.000 persona pritet të përfitojnë nga amnistia penale që është dërguar në Këshillin e Ministrave. Ministri i Drejtësisë, Besfort Lamadhari, bëri të ditur se amnistia përfshin të gjithë personat që nuk janë në hetim apo gjykim nga institucionet e posaçme, duke përfshirë procedimin e vitit 2024. Nga të dhënat paraprake, 338 persona do të lirohen më një herë, ndërsa 980 të tjerë do të përfitojnë ulje të dënimit. Nga shifrat paraprake, të përcjella edhe nga organi i akuzës, duke përfshirë dhe procedimet e vitit 2024. Do të thoya që numri i përfituesve është shumë i lartë, më shumë se 10.000 shtetet shqiptarë të cilët përfitojnë, dhe konkretisht, siç e kemi bërë me dje më herët, janë 1.280 persona të cilët aktualisht janë në sistemin penitenciar, që do të thotë 380 persona përfitojnë lirim të menjëhershëm, më pas 900 të tjerë të cilët përfitojnë ulje dënimi. Sa i përket çështjeve të tjera ligjore, ministri u ndal edhe te debati mbi mandatin e deputetes Belinda Balluku, duke sqaruar se kushtetuta garanton imunitetin e ministrave dhe se çdo procedurë është e lishme. Besoj që qëndrimi i mazhorancës ka qenë i qartë, ku siç ju jeni tashmë të njohur, kryeministri ka ushtruar të drejtën e tij për të vënë në lëvizje gjykatën kushtetuese. Argumentet janë paraqitur aty, ku në thelb qëndron pretendimi pra e një pushteti, konkretisht pushteti ekzekutiv, por te kalim të pushtetit të një pushteti tjetër, pra pushteti gjyqësor. Dhe këtu sigurisht kemi të bëjmë edhe me pushtetin legislativ, i cili konfirmon mandatin e ministrave, përfshi dhe mua, dhe nga ana tjetër dhe kushtetuta përcakton qartë që ministrat gëzojnë imunitetin e deputetëve. Për reformën e shpifjes, Lamadhari tha se kjo nuk është një direktive BE-s dhe nuk ndikon në integrimin evropian të Shqipërisë. Dhe konkretisht shumica dërmuese e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian nuk e kanë të dekriminalizuar shpifjen, përkundrazi është vepër penale dhe për shumë prej tyre dënohet me burgim. Shumë pak vende në fakt e kanë dekriminalizuar dhe kjo ka ndodhur vetëm vitet e fundit. Megjithatë ne jemi të përkushtuar për të çuar më tej reforma të tilla që kanë bërë pikërisht me shtërjen së drejtës dhe me përdorimin e çdo mase alternative.